Allahu Gjelle Gjelaluhu thot wa ma qataluhu wa ma salabuhu, as nuk e vran e as nuk e gozhduan, walakin shubbiha lahum, por atyre ju përngjajti dikush tjetër. Ata në fakt vran dikën, por jo Isajin a.s. Ata vran dikën, por nuk është flijimi i Isajit a.s. aja gesture mendohet pra të jetë se unë po flijohem për besimtar dhe pasuesit e mi. Pra nuk ka të bëj as pak ajo fotografi me Isajin, se Isajin është i gjallë dhe ai nuk ka vdekur. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot as nuk i kanë bërë këtë e as atë, pra as mbytjen e as gozhdimin ose kryqimin e tij. Pra zatën edhe forma e kryqit e ka këtë që kur njeriu do të thotë koka lart, trupi poshtë dhe krahët e hapur, pra është simbol fetar pastaj i të krishterëve që lidhet po ashtu me Isajin a.s. dhe mendohet edhe me pagzimin ose me fjalët e Mariemës, e cila është arsyetuar pra me Allahun lart, me fëmijën që ka pas në barkun e saj poshtë, edhe me melekët që e kanë përcjellë në të djathtë dhe në të majtë, dhe kësaj pra është menduar se është bërë simbolika e kryqit, respektivisht ajo ana fetare që e manifestojnë të krishterët në këtë mënyrë. Allahu e thot edhe ma drejt për drejt, thot wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan adhima, thot edhe kufrin dhe shpifjet që kanë bë ndaj Maryemës, që janë shpifjet të mëdha. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam. Pra kur flet për Ben Israil thot, dhe jo vetëm kaq, por edhe fjala e tyre se ne e kemi mbyt Mesihun Isajin birin e Maryemës, Rasulullahi, që ka qenë i dërguar i Allahut. Pra duke qenë i dërguar i Allahut, nuk e kanë mbyt një njeri të thjesht, por e kanë mbyt një profet, nuk e kanë mbytur më shumë se një profet, por vetëm një profet. Pra, as ka qenë njeri i thjesht, por ka qenë profet, as nuk ka qenë djali i Zotit, që kjo edhe më rënd është që të mbytet nga njeriu djali i Zotit, pra si koncept vërtet është me dilema shumë të papërputhshme, e për këtë duhet të kemi kujdes që të mos bim prej rrëfimeve që nuk i ha mendja asnjëherë. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, as nuk e vran e as nuk e kryqëzuan, por atyre ju përngjajti dikush tjetër. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, ata që kishin vetë mos pajtime në këtë kanë po ashtu vazhdojnë të kenë dilema, sepse edhe ata vrasë kur i kanë pyetur se kë keni vrarë, thot nuk di, thot dikush na është dukur dhe ne kemi kry punën tonë. Sikur me thonë, ne kemi hyrë në këtë vend, në këtë shtëpi, kemi gjetë njeri, e kemi mbyt, a është ai apo nuk është ai, Zoti e din.